Qeveria vijon mbështetjen për sektorin privat nuk e ndarë edhe 2.4 milion euro të reja për financimin e investimeve të kompanive vendase. Ministria e Financave në Maqedoninë e Veriut ka transferuar 148.6 milion denar ose rreth 2.4 milion euro në Bankën e Zhvillimit për të mbështetur investimet e kompanisë vendase. Me këtë pagesë të fundit, shuma totale e fondeve të vendosura në dispozicion të ekonomisë ka arritur në 14.5 miliard denar që përkthehet në rreth 235.8 milion euro. Mbështetja është pjesë e programit shtetëror për financimin e sektorit privat, i cili parashikon një buxhet të përgjithshëm prej 250 milion eurosh, sipas vlerësimeve të institucioneve. Këto mjete pritet të gjenerojnë investime që arrin vlerën e rreth 300 milion eurove. Fondet janë të destinuara për kompanitë që planifikojnë investime të reja, zgjerim të kapaciteteve prodhuese dhe zhvillim të mëtejshëm të aktivitetit të tyre. Financimi do të realizohet përmes bankave komerciale, të cilat do të ofrojnë kredi me kushte të favorshme. Kompanitë do të kenë mundësi të përfitojnë kredi me normë fikse interesi prej 1.95%, afat shlyerje deri në 15 vjet dhe afat mospagimi deri në 3 vjet. Ministria e Financave vlerëson se kjo mbështetje synon të nxjisë investimet private, të krijojë mundësi të reja për bizneset vendase, si dhe të japë një shtysë të mëtejshme për rritjen ekonomike të vendit.